E prej atyre të cilët u penguan, u plaçkitën, u grabitën, ju grabitën dhe pasuria atyre, për shkak hijretit, e që e lanë gjithë pasurinë e tyre për hatër të Allahu subhanahu wa taala, ishte edhe Suhejb ibn Sinan radhiyallahu anhu, apo Suhejb ar-Rumi. Ishte një person i cili ishte i dobët dhe nuk ishte fis të vetin në Mekke. Domethënë ishte shitur në përtregje derisa u shliruar nga zotëria e tij dhe e ka pranuar Islamin bashkë me Ammar ibn Yasirin. Mirë po ishte farkatar dhe ishte i shquar në prodhimin e shpatave dhe kishte bërë pasuri të madhe në Mekke. Dhe kur ta merr rrugën për të bërë hijret, i dalin Kurajshit në rrugë dhe i thonë: "Ti ke qenë një fukara i cili ardhe i baj pasën në Mekke. Ti ke qenë kështu dhe kështu dhe kështu. Ku pa të me shkuti me bë hijret, me lëshu Mekken me pasurinë tonë?" Dhe Suhejb ar-Rumi pa një fjalë i thotë: "Sikur unë t'ju la pasurinë time, juve a do të më lironi rrugën për të bërë hijret tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam?" Ata i thanë po. E pastaj Suhejb ar-Rumi ju tregoi se ku kishte fshehur dhe ku kishte pasurinë e tij. Dhe vazhdoi rrugën për në Medinë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj i thoshte: "Rabiha bay'ul Suhejb, rabiha al-bay, rabiha al-bay." Ka fituar pasuria jote, ka fituar tregtia jote, ka fituar tregtia jote. Llogarit çfarë dallimi mes këtyre muslimanëve të parë, të sahabëve, të cilët migruan nga vendi i tyre më i dashur, i cili është Mekke, të cilët e lanë pasurinë e tyre, familjet e tyre, vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut xhallal xhelal. E që Ikrama, njëri prej komentuesve të Kuranit, thotë se ajeti të cilin Allahu thotë: "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah." Dhe ka prej burrave të cilët e shesin veten e tyre për të arritur kënaqësinë e Allahut. Për të arritur kënaqësinë e Allahut, vetëm Allah më ka kënaqur me ta. Sot ky ajet ka zbritur për Suhejb ar-Rumi, nga se ka lënë gjithë pasurinë të cilën e ka tubuar me vite vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut. Dallimi mes atyre muslimanëve të cilët ndoshta Allah na rujt e lajnë dinin e tyre për të arritur pasurinë e kësaj dunjas. E që është dallim shumë i madh. E që këta burra e kanë sfiduar, Allah i ka sfiduar dhe i ka sprovuar duke lënë pasuritë e tyre vetëm për me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala.